E trisht, ndahet nga jeta mjekja anesteziste në QSUT, Nertila Kodra Gora. Këtë të njëjtë qendra spitalore universitare Nën Tereza, përmes një postimi në Facebook, ka ndarë një lajm të trisht pasi mjekja anesteziste reanimatore në QSUT, Nertila Kodra Gora, ka ndruar jetë si pasojë një sëmundje të rëndë. Prej 27 vitesh, doktoresh Nertila ka shërbyer si mjeke specialiste anestezisë dhe reanimacionit pranë shërbimit të kirurgjisë së përgjithshme në QSUT. Për ndarjen nga jeta të mjekes Nertila Kodra, ka reaguar edhe qendra spitalore universitare Nën Tereza, e cila u shpreh ngushëllime vajzave të saj, bashkëshortit, prindërve, miqve dhe kolegëve që ndanë me të jetën dhe profesionin. QSUT i shpreh ngushëllimet familjes, miqve dhe të afërme për ndarjen nga jeta të mjekes anesteziste. Doktore e shkencave mjekësore, Doktor Nertila Kodra Gora, prej 27 vitesh, doktoresh Nertila ka shërbyer me përkushtim, ndershmëri dhe humanizëm si mjeke specialiste anestezisë dhe reanimacionit pranë shërbimit të kirurgjisë së përgjithshme në QSUT. Ajo spikati për profesionalizmin, urtësinë dhe dashurinë e pakushtëzuar për pacientët dhe kolegët. Në këtë moment të vështirë, stafi QSUT shpreh ngushëllimet më të sinqerta vajzave të saj, bashkëshortit, prindërve, miqve dhe kolegëve që ndanë me të jetën dhe profesionin. Pusho në paqe Nertila, do të kujtoj me respekt e mirënjohjet përjetshme, thuhet në reagim.